Komisioni Evropian njoftoi të mërkurën planet për të investuar në rajonet e BE-s që kufizohen me Rusinë, Bielorusinë dhe Ukrainën, të cilat po vuajnë ekonomikisht për shkak të luftës. Rënja e investimeve, zvoglimi i trafikut të mallrave dhe rënja e turizmit kanë shkaktuar një goditje ekonomike në rajonet më lindore të BE-s, duke prekur kryesisht vendet balltike, Finlandën dhe Poloninë. Strategjia e Komisionit përpiqet u jap një nxitje institucioneve financiare ndërkombëtare që sigurojnë fonde për këto zona, por nuk arrin të sigurojë fonde të reja. Kufijt më të sigurt jo vetëm që kontrollohen, por janë edhe të gjallë. Investimi në vende pune, energji të pastër dhe arsim në rajonet kufitare të BE-s vendos themelet e sigurisë së vërtetës, tha Nina Ratilainen, antare e Këshillit të qytetit finlandez të Turkut dhe e grupit të punës për Ukrainën të Komitetit Evropian të Rajoneve. BE-ja është e shqetësuar se nëse këto rajone më lindore shpopullohen, aftësia e Evropës për të mbrojtur kufirin kompromentohet, tha një zyrtar i komisionit që nuk pranoi të fliste lirisht. Brukseli është gjithashtu i shqetësuar se problemet ekonomike që vuajnë ata që jetojnë në rajone mund t'i bëjnë të kthehen në parti periferike në zgjedhje dhe t'i bëjnë ata të prekshëm ndaj propagandës ruse. Vladislav Ortyl, guvernatori i rajonit polak të Podkarpatski, puri në dukje se zona e tij është prekur drejt për drejt nga pasojat e luftës së vazhdueshme, duke përfshirë presionin migrator, ndërprerjet e transportit dhe rritjen e presionit mbi shërbimet publike dhe ekonominë rajonale. Ai shtoi se tensionet gjeopolitike në rritje nënkuptojnë që BE-ja duhet të rialokojë burimet drejt forcimit të qëndrueshmërisë së zonave të saj kufitare. Një përparësi e planit është rigjallërimi i zonave kufitare që janë ekonomikisht të dobta si pasojë e pushtimit rus, qoftë për shkak të mungesës së turizmit apo për shkak të rreziqeve që lidhen me jetesën pranë kufirit Ukrainas. Megjithatë, strategjia nuk përmban fonde të reja pasi buxheti aktual i BE-s, i cili skadon në vitin 2028, është i mbingarkuar. Vendet balltike tashmë i kanë vënë syt nga buxheti i ardhshëm i BE-s, i cili aktualisht po negociohet nga vendet anëtare. Ato argumentojnë se plani i Komisionit do të forcojë kërkesat e tyre për të ndarë para për rajonet më lindore nga viti 2028. Sipas planit të Fitos, institucionet financiare globale do të jenë pjesë e platformës East Invest, e cila do të hyjë menjëherë në fuqi për të adresuar nevojat për investime dhe për të ofruar ndihmë financiare për ato rajone. Sipas dokumentit, Brukseli do t'u lejojë vendeve që kufizohen me Rusinë, Bielorusinë dhe Ukrainën, Rumaninë, Ukrainë, Slovakinë, Bullgarinë, Finlandën, Poloninë, Estoninë, Letoninë dhe Lituaninë të përdorin një pjesë të fondeve të tyre të zhvillimit rajonal të BE-s për të ofruar garanci për Bankën Evropiane të Investimeve, Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Bankën Nordike të Investimeve, Bankën e Zhvillimit të Këshillit të Evropës dhe bankat kombëtare promovuese për të investuar në rajonet e tyre më lindore. Sipas dokumentit, qëllimi përfundimtar është të ofrojë kredi të lira për bizneset nga rajonet kufitare që përndryshe do të kishin vështirësi në aksesin në fonde, shkruan Politico. Në një lëshim të pjesëshëm për vendet baltike, Komisioni u zotua të shqyrtojë se si rajonet kufitare lindore mund të përfitojnë më së miri nga mundësitë ofruara nga Fondi i Ardhshëm Evropian i Konkurrencës, i cili është një fond prej 410 miliardë eurosh për të mbështetur bizneset inovative të BE-s nga viti 2028 e tutje. Një ndryshim i tillë do të ishte i rëndësishëm, pasi Komisioni më parë i kishte hedhur poshtë thirrjet për të bashkangjitur kriteret gjeografike fondit të ri.